Në Tiranë tashmë është bërë si e natyrshme, normale që her pas here të takosh miq të afërt, miq të mirë, të cilët janë larguar shumë vite më parë dhe rikthehen tashmë në Tiranën e transformuar, në Tiranën e cila ecën me një ritëm dinamik, me një ritëm galopal, e cila po tregon që i thret bitë e tij që janë larguar. Aq më shumë kjo ndodh me artistë të cilët ikin, kanë kontributet e tyre këtu, por kur largohen, gjithmonë e kanë mendje ke miqtë e tyre, çfarë bëjnë miqtë e tyre. Kështu ndodhi edhe me Sali Allmuçën, ose Salm Allmuçë, se është tiranës i vjetër, dhe duhet me respektu atë, si të themi, tradicionalizëm që kanë tiranësit e mirë, që e ruajnë edhe atë të folmen që është pjesë e trashëgimisë tyre, po që është e vlyrë gjithsesi, sepse e tregon shpirtin e tiranësit. Dhe Sala është pikërisht ky shpirt tiranës që erdhi në një ekspozitë e cila ishte imja dhe e profesor Gurit. Dhe me dëshirën e tij, ai kërkoi që t'jap një intervistë, por edhe me dëshirën time sigurisht që për t'i marrë diçka, çfarë bën ky artist që la kino studion dhe iku në Gjermani, për treguar jetën e tij, për treguar çfarë ndodh që ai shpesh herë vjen në Tiranë, vjen në Shqipëri, por para se të themi çfarë po ndodh, çfarë po bën, duhet t'i uroj mirëseardhjen Salës në këtë intervistë në emisionin Ardh Art. Sale, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, i dashur Abbas. E thash në hyrje që erdhen për punët tuaja dhe erdhët në ekspozitën, në inaugurimin e ekspozitës, dhe të bëri përshtypje që 2 profesorë dhe 1 student ishin bashkë. Dhe shfaqe dëshirën sigurisht për të bërë një intervistë për të folë së pari për profesor Gurin, me që e ke njohur mirë dhe ke qenë pedagog në akademi. Dhe sigurisht në gjatë kësaj kohë unë do doja që të dini më shumë se çfarë bën Sala Allmuçë në Gjermani dhe çfarë planesh ka. Falenderime që më bët një ftesë, tamam këtu në mes ku ne Abbas jemi rrit bashk. Kryesore është që jo vetëm që titullar dhe njëri që i ke dhënë zhvillim artit jashtë kornizave të një krijuesi, po edhe një menaxher i jashtëzakonshëm, se arti ka nevojë për mbështetje. Dhe në këtë pikë du me të falenderu sepse di veprimtarinë tuaj çfarë ke bërë për të promovu artin, pa të cilën arti është diçka e shumë rëndësishme, i mungon. Unë kam marrë rastësisht si gjithmonë për të takuar njerëz dhe pyetja parë që bëj, shoh Tiranën që jo vetëm që ka ndryshu, por që transmetuam atje ku rrim neve, krejt Shqipënia ka ndryshu. Dhe kjo është një fakt që është një vlerë që e kanë bërë njerëzit cilët punojnë për këtë punë. Domethënë, qeveria domethënë që punon për këtë gjë dhe na ka dhënë një imazh komplet ndryshe nga çka qenë. Jemi krenalt sepse flitet shpesh për Shqipërinë, një vend që në fillim ka qenë fare i harrum, as është përmend fare ose është përmend për një rrëmuj. Tash i përmendet për turizëm, për një zhvillim të jashtëzakonshëm, për një arkitekturë të çuditshme, dhe bota ka shumë interes për ta pasur Shqipërinë të ndryshuar. Kurse unë vetë kam interesa sa për shkel në Tiranë me taku, sigurisht miqtë e mi, po me pyet çfarë po bëj arti. Dhe më të roqë kjo ekspozitë edhe përkoj me profesorin tim që më ka dhënë një kohë mësim me zotin Guri, Madhi, dhe me mikun tim që e ti Abbas, një koleg shumë i nderuar, dhe e shoh një ndërhurje brezash që rrinë dhe kanë misione të ndryshme në qëllim të përbashkët. Sale, sigurisht që ti e përmenda që ke punuar këtu në studio. Ta fillojmë si një lloj narracioni mbi jetën tënde, si ishte këtu në studio në atë kohë? Kur ti u emërove nga akademia në studio. Në masi kam marru stazhin mas diplomës në Teatrin e Fieri Byles, që ka qenë me Pullum Kullën, një nga humoristët më të shumë që ka pas Shqipënia,
edhe ai largum në Amerikë dhe vjen herë mas here. Jam embruar në kinostudion 81-shin, direkt me detyrën piktor filmi. Një detyrë shumë e rëndë, thjesht 23 vjeç, por më kanë ndihmu, më kanë mbështet dhe kam bërë 11 filma artistik, ndër të cilët përmenet Dora ngroftë, Rreth i kujtesës, E mpyet me borka jetë, Gjurmë në kaltërsi, me një plejat regjisorësh të mrekullueshëm që një pjesë kanë studiu jashtë dhe një pjesë tjetër në shkollat nacionale të Shqipërisë. Ka qenë një aktivitet shumë i njësht dhe ka pas një atmosferë, pavarësisht regjimit që ishte, atmosfera për të kriju dhe për të pasqyruar me ditet, do me thënë temat e shoqënisë në atë kohë, ka qenë një ritëm krejt tjetër, me mjete shumë të thjeshta, por me një dëshirë shumë të madhe. Kam punu 10 vjetë dhe mas asaj jam emëruar si pedagog i jashtëm me sot kryeministin e Shqipërisë, Edi Rama, me shef katedre të nderumin dhe të paharrumin Kristaq Rama, njeriu më të nderuar që unë kam njoft, dhe kam qenë dhe grafist në Universitetin e Tiranës. Dhe më thënë se mas i martohet njeriu i ka marru shtektimet dhe mora një punë që ishte pak më afër familjes dhe kjo ka qenë ndryshimi, sa të punë e kam pëlqyer dhe e kam dashur shumë. 10 vjetë nuk është pak të shëndizit. Do doja, sepse rreth kinostudios ka legjenda, tregon histori, duhet se ti ke qenë në zemrën e saj. Patjetër. Më thënë, çfarë ndodhen me ato filmat, a kishte përkupim artistik, si ishin artistët, se shpesh herë dëgjojmë vetëm një krah ose një krah tjetër që thotë që e bën diell dhe një tjetër që e bën natë. Qartë. Duhet di realisht si funksiononte dhe si ja dilte kinostudio të bënte 14 filma. Kinostudio Shqipënia e Re ka qenë themelu nga kuadrot cilët kishin studiuar në Rusi. Dhe të gjithë e dinë që shkolla ruse ka qenë një shkollë kudo. Art, kinematografi, kulturë, literaturë, rusët kanë qenë. Nuk më ka pëlqyer sistemi, po arti i rusëve ka qenë shumë i madh dhe ka qenë në kinostudio përbëhesh nga profesionistë shumë të shqumë, nga Dimitër Anagnosti, dhe më thënë studiu në Moskë, kanë qenë njerëz nga Endri Keko, Xhanfise Keko, Hysén Akani, të studium në Çeki. Dhe më thënë, ishte një personel i cili ishte profilizuar dhe kishte studiu. Dhe ka pas një marrëdhënie shumë të shnetshme artistike, ka pas një ritëm dhe ka pas një angazhim maksimal me mundësit që ka pas koha. Fakti që ka qenë bo kaq shumë filma, ka qenë bo sepse ka pas dëshirë shumë të madhe dhe një planifikim, si që ka qenë sistemi i ekonomisë. Në fakt, vërtetëm një fjalë që populli jonë e ka të sakët, thotë duhet kesh dashni dhe dëshirë për të bëjë gjonat, se po i pate këto gjonat bëhen. Nëse si që ka ardhë koha sot, kërkohet sigurisht çmimet e gjonave kanë lëviz, po parja është vu në krye të vendit. Kjo është një problem të cilën ne se kemi pas atëherë. Pra ishte pasioni, ka qenë pasioni, dëshira për të shërby vlerave, domethënë të historisë kombit ton, vlerave morale të shoqërisë ton, në atë mas që ishin, por kemi tentuar dhe me i thy. Siç ka qenë rasti i Dorës ngroftë, që na erdhi fotoçami tha, keni thonë tha që i bishti qenit nuk drejtohet tha, por ne si parti tha, kemi thonë që drejtohet tha. Mi po të thoshe këtë gjonat, ko ishte një konflikt i hapët me te, po ishte koha që po zbutej problemi dhe nuk na gjeti në i bela, si që mund na gjete kur ishte hala, dhe më thënë, ishin gjonat shumë të ashpra, si me thënë, por ka pas një planifikim, ka pas një rregull, ka pas një organizim, ka pas një punë vetë mohuse dhe ka pas një qëndrim shumë të sakët karshi raporteve historike të vendit tonë në suazën që kishte vendos regjimi, sepse çdo krijimtari ka një regjim të caktuar mbi kry, i cili ka vendos disa norma, kuptohet. Kjo ka qenë atmosfera që është prodhuar mjaft filma që sot kam në gjuhë që s'bohen më, ose po të bëhet i film do kërkon fonde marrament se nuk e di ç'bëhet. Me fjalë kemi lujt nga leku pa fund,
këtë dëshira e pafund që kemi pas atëherë. Pra dy ekstreme që Nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Tash ju keni shkuar në vitet 90, 91. 90. Pra, do më thënë mes 90-s e 91-shit, keni shku në Gjermani. Mas kaq vitesh, si e gjykon punën atë ose mendimin qoftë për Akademinë e Arteve, qoftë për Kinostudin, qoftë për aty ku ke punuar në Shqipëri para viteve 90? Shiko, fatkeqësisht, do më thonë, unë për fat mirë nuk vi me sy kritik, se vi me atë elokuencën për t'i dashur njerëzit, ashtu si jon, për ta pa venin pjesë më të bukur të venit. Nuk shoh kronikën e zezë, nuk shoh shamjet që bëjnë këtë me njëri tjetrin, shoh që si ti tu njerëzit se është takimi me zotnin tuaj, që ka qenë gjithmonë ky që është sot, se kemi vendosur i palzhina që nuk kanë luajtur kurrë, në raport me dinjitetin, në raport me nerin dhe përgatitjen e nërë profesionale që ke bo dhe detyrat fisnike, familjare që ke kry. Në këtë kuptim, prishja institucioneve është një nga fatkeqësitë më të mëdha që ndodhi më mrapa. Pak a shumë më vjen mendja me thonë se në kohën e revolucionit industrial, punëtorët në kohën e Marx e Engelsit prishën makineritë. Populli shqiptar, si duket, nuk është ka morat zhvillim dhe i ka ra makinerive, ka prish vneshtat, ka prej ullishtat, ka bo djerë gjithë gjonat dhe sigur ato e këshin faj, po si shduket, çdo popull ka një lloj mangësie të vogël, cilën sot e kupton që ka bo gabim. Dhe në këtë pikë janë dëmtuar dhe institucionet. U lutë Zotin që institucionet të rimkëmbën prap, janë në rimkëmbë, po do dhe pak pur që të bëhen tamam. Si e shef të shi raportin kur ke hik, je me çfarë ndjesie ndjet edhe se edhe zonja juaj është me artin? Pianiste, ka studiu në Köln 10 vjet. Si ishte fillimisht për ju atje opinioni, vendosja e vështirë, e normale, si ndodhi që... Shqipnia në Europë ju tregoj me keqardhje, duhet t'i mersh një hartë dhe t'i tregosh se ku bi, se sa mund të thoshin bi në jug të Afrikës. Më ka ndodhur në Universitetin e Wuppertalit, ku kam bërë vizatim klasik dhe kam përgatitur studenta për Akademinë e Düsseldorfit. Fatmirësisht pedagogët tonë dhe ky zotnia madhi na ka mësuar mirë dorën për të vizatu. Dhe kur e ke dorën mirë me të vizatu, hap, thot populli jon, hap buk kudo. Dhe si cilësi private, neve u vlerësu mjaft se shkolla jon ka qenë shumë e mirë. Ka qenë e kuruar mirë dhe produkti që ne prezantuam atij ishte i mirë. Republika e Shqipërisë ishte e panjoftme sepse vetë kishte mbyll dyrët, dhe si të mbyllesh vetë në shtëpi nuk të njeh bota, prandaj them që sot është bërë Shqipëria një pikë ku të gjithë pyesin dhe të gjithë vinë. Se ka pas thonë baba i llaf, i shtëpia që si hahet buka, tha. Ajo shtëpi është dere mykme. Tash shoqër që Shqipëria u hap, u bën dhe rrugët, dhe po vinë njerëz po e shohin vetë dhe janë jashtëzakonisht të kënaq me mënyrën, janë të çudit me zhvillimin e qyteteve tona, se du të dalim dhe këtu, se arkitektura është nona gjithë gjonave. Mas asaj vim neve piktorët dhe... Por më vjen mirë që e jetoj këtë kohë, që për Shqipërinë po flitet për ditë. Nuk jemi më të panjoft. Jemi të njoftë dhe të bekenis. Pra, në Gjermani të thuaj që ecuria ju ka qenë shumë normale, do më thënë ndryshe nga... Absolut. Do më thënë ju futët me një herë në botën e artë? Po, unë në vitin 91 jam pranu antar i shoqatës profesionistëve të piktorëve gjerman. Dhe ime shoqe ka fillu studimet në Akademinë e Kölnit, si pedagoge pianiste që ishte këtu, po mas një fatkeqësie që ne na ndrojet një fëmijë, dhe i hym studimeve dhe u morëm me artin deri në këtë çast që vi sot. Menojmë vetëm për artin dhe për vendin tonë. Ne jemi shumë mirë atje. Jemi integruar në një popull i cili ka rregulla, atë që ne nuk e kemi. Jemi integruar në një popull që i do njerëzit, i do vlerat, atë që cilën që ne nuk e kemi tamam, ose jemi përpjek me ndërtu. Dhe në qoftë se i ke këto dy cilësi, çdo gjë ecën mirë. Ne atje na ka ecë puna sepse njoftja e vlerave dhe njoftja e vleftës punës është një nga kushtet themelore ku boven.
Dhe ne kemi bo ven atje për 34 vjetës, por gjithmonë me Shqipërinë në zemër. Sale, ne jeni taku kur ka ardhe herë tjera, dhe nuk ta kam bërë këtë pyetje, kam dësh ta bëj një pyetje, e cila ka të bëjë më shumë se që jam kurioz unë edhe si dhëndër Tirane, që ju nuk e keni psikologjinë e të largumit emigracionit, si ndodhi që ty të ngrit mendja që hike në emigracion? Shiko pas, njeriu ka i ondër net, ti jesh gocë e myllë në shtëpi, e kërko fatin të atë diku. Baba kitë bi burri mirë. Keni kongë, edhe ta pasur kellë më shumë si javë. Po pa tjetër, se në mërë po dhe për ty. Unë masi kom dalë në pension dhe kom përjetu një vend në nivellet më të larta, me cilat do flasim neve për këtë me dokumenta, atëhere më ka lej ideja dhe dëshira për të bashku me Abazin, për të bashku me atë shokun tonë që i drejto venin, a i qoni gjatë, i cili për cilit i bin shumë qimonës këtu që nuk i bo punët mirë, për i ka bo më mirë se kush do tjetër, sepse ka zemër në shpirt, dhe për fatë mirë o kryus. është mërena zanotit është mërena zanotit tona, e nuk merë mu me para gjykime politike, unë s'ko ma zjedhje politike, nuk i bëj hije kurkujt, nuk lavdroj njeri, unë lavdroj vlera. Vleftat, l'etiket, hasmi tem, atën vleftat do flasim për ditë të dy në këshojna mëse unë e bashkë. Nuk e du, po ka vleftat më dojë, do të respektojmë së është zotni. Kjo mungon në Shqipni. Nuk e du dhe soj mirë, nuk shkoj e punë, edhe në artë edhe në kulturë. Janë autor të mirë. Dhe kjo më ka boj që të hikin të shof një kom për cilin e ishim eduku në shtëpi. Gjermonët kanë qenë pjesë e kulturës tonë. Dhe as i gabim nuk kanë shqiptarët që kanë shku, ne kemi afër Italinë, po ne lidhna shumë me ato tjetër sipër, sepse ato na kanë njohur gjuhën ne. Ato kanë studiu gjuhën tonë. Dhe më thënë Leibnizi dhe Gustav Mahleri kanë punu për gjuhën shqip. Albanologët më të mëdhej i kemi Gjerman. Shkollat më të mëdha i kemi në Gjermani. Njerëzit që kanë shku për studiu ka qenë Vjena dhe Berlini. Edhe kjo ka qenë dhe ideja ime, po shkojnë. Edhe kjo ka qenë. Kjo ide më që të shkoj ke kom që njeh rregulla dhe një vlera. Se nuk kom qenë i binë se në Itali i njohin. Atëherë, ke qenë dhe pedagog, dhe këtu, ke qenë dhe atje. Si duken nivelet e shkollave dhe të studentëve? Shiko, shqiptarët po t'i kapesh tek për tek, është një komb me talent, është një komb me dignitet. Ka artistat të mirë, po duhet punu me ta. Jënë elementet të mirë, po duhet shkollë të mirë. Dhe gjithë historia që doli, që u shpall me emrin demokraci, pat një dozë anarshie të modha dhe kjo i ka dëmtu institucionet tona, menoj unë. Por shkollat e Gjermanëve janë shkolla, sigurisht jemi në një periudhë globalizmi, kanë dhe ato disa luhatje nga disiplina klasike që ne njohim atje, por kultura globale do pranu si kulturë globale, do pranu si një bashkëpunim ndërkombëtar, dhe ajo shkollë është orientuar dhe në këtë pikë, po janë jashtëzakonisht konsekuent. Flas për masën e studentave dhe shkollëve tyne, janë shumë konsekuent, si që njefin në Shqipëni disiplinë gjermane. Të bëj një pyetje deri për deri. Ne jemi ke tablot e profesor Gurit. Nëse ky piktor do kishte lidhje me botën, si do ishte Guri Malli në perceptimin tuaj? Shiko, unë po flas po të kapim për shembull punën e parë. Ajo është një juvel që do ishte shumë e pranishme në çdo hotel të Berlinit. Do ishte një juvel atje. Dhe punët e tjera, të cilat nuk bin poshtë asaj, janë punë që do të kishim me shumë kujdes, se ka shumë koleksionista që kërkojnë këtë drejtim. Që profesori jon e ka shpalos këtu. Këto punë do rrishin mirë dhe në muzet atje. Jo më në ambientet e kultivume, por në muzet atje do rrishe sidomos, flas për juvelën e kësaj ekspozite, kostumin e Dardhares. Është një punë që i përmbledh. Pra, ideja është këtu që edhe pyetja që konsistonte në këtë moment që këta artistë të cilët para vitit 10 ishin detyruar pa informacion, pa përveç së shkollës që kryen në vitet 60, nuk morën më informacion dhe punuan dhe harxhuan energjitë e tyre. Do të thënë, ndryshe do ndodhte sikur të ishin të hapur, Shqipëria të ishte e hapur.
Ndodhe që këta artistë ishin më për masa tjera? Miku im Abbas, çdo lloj mbyllje është tragjedi. Çdo lloj mbyllje është si zogu në kafaz që ai knop ose ka shokët më afër. Pa e mbyllim, si me thëmë, me tragjedi të një bilbili që e mbyllin kafaz. Ai do komunikim me pyllin, do komunikim me zojtë tjerë. Dhe kjo i ka botë të mëdh artit tonë, nuk mund të them se e ka konservu. Është një vlerë konservative, i ka konservu mërna venit, por njeriu do dalin me xhlis thonë në të vjetrit, që për të pa si zhvillohet arti, si trajtohet në botë. Kjo i ka mungu Shqipëni, se Shqipënia u myll. Dhe ne na ka bërë shumë mirë dalja jashtë, sepse ne shohim si pikturohet në gjithë vendet e botës, si trajtohet arti, si tregtohet arti, ku shitet arti, se në fundit artisti do jetoj. Dhe do t'ishte mirë të kishte qenë më e hap me kjo punë. Por mrena vlerave që i pat Shqipënia, to artistë kanë bërë zhvillime të jashtëzakonshme. Nëse ne do t'i riktheheshim në historisë, ju artistët i keni shkuar jashtë, para në 90-ën në vazhdimsi jeni vazhdoni jashtë. Bëni krimtarinë tuaj, por pak i njëjtë krimtaria juaj këtu. Si mendoni ju, domethënë çfarë mund bëj vendi Shqipëria për ju? Ideja megjithse ky vendi jon ka shumë telashe, ka shumë halle, dhe është një luks të merresh, do ishte gjoja më e mirë në botë, të ftonim artistët që jetojmë jashtë gjithë pjesa jonë, po nuk e kam pa me sy kritik, sepse nga që këtu politika e ditës është shumë e zhurmshme. Kacafytet të është një hata e madhe, do me thonë që gati nuk të lent menosh në strategjinë linjë të drejtë. Shqipënia mund të përfitojë shumë nëse ka një institucion i cili menon të ftoj. Ne kemi artistë shqiptar në të gjithë operat e botës. Ne kemi artistë të mrekullueshëm në të gjithë orkestrat e botës. Po të numërojmë Berlin, janë 3 instrumentista, violinista, shpala violin. Janë në Vjenë, janë në Dortmund, janë në Bonn, janë në gjithë qytetet e Gjermanisë. Nuk mund ta merrni me mend sa artistë shqiptar janë dhe nuk njihen. Njihen atje, njihen shumë mirë. Nuk ka veni jon kujdesje të veçantë, nofta mund të krijohet me këtë që tha zotni juaj, mund të krijohet një sektor i cili mund t'i thithi siç komar që më ftove. Nuk po them në gjë, po them një sen i cili ka dhe eksperiencën i venit tepër zhvilluar që unë rri atje. Dhe nofta i bo mirë dhe publikut, po i bo mirë dhe nxënësve që na shohin, që ta kuptojnë që eksperienca është e shumanshme. Inshallah se artistë kemi shumë. Filloj me Tedi Paparamin, që duhet përmend, edhe kanë ardhur me mijëra njerëz që unë njoh atje. Kemi lidhje në mes njëri tjetrit. Por Shqipënia nuk është bo gati hala. Po me këtë ftesën që boti mu më shqetëson kjo ide, se edhe nga studimet që unë bëj për artin e për këto libra që bëj, më ka dalë ky problem që ne e njohim shumë pak krimtarinë e artistëve shqiptarë nëpër botë. Ndryshe ndodh me vende tjera, si një Gjerman. Një shteti Gjerman e ndjek edhe kudo që është, mund të jetë edhe në Francë. Kudo. Sidomos kur është një emër. Kudo. Pra nuk duhet i përdorim këto vetëm për efekte të jashtme politike, por t'i përdorim edhe për efektet që të ndikojnë, që ndihmojnë shkollat shqiptare, artistët shqiptarë, të kenë bashkëpunim me njëri tjetrin. Ty të vish këtu të hapsh një ekspozit, një tjetër të vi me ty të hapi në Gjermani një ekspozit ose në diku tjetër që konsumohet, se ne edhe me Kosovën nuk e konsumojmë dot vlerat e njëri tjetrit. Ashtu siç ka qenë përpara. Pra, unë e quaj që punojmë në shtëpinë të njëri tjetër, ndërkohë që duhet punojmë ballë për ballë. Patjetër. Është një fenomen që ndodh në Ballkan, edhe në Shqipëri më tepër. Bashkëpunimi do thotë jesh i hapët. Kushti i parë është jesh i hapët. Kushti i dytë kesh mjete për ta shfrytzuar këtë hapësinë. Kushti i tretë është dashnia që duhet ketë në të dy vendet, në vendin am që jemi ne këtu, për t'i thirrë dhe për t'i identifikuar. Sepse nuk mund vi dot njëri vetë në qoftë se ai nuk e krijohet një atmosferë, një suport. Shteti shqiptar për mua nëse krijon një suport, ka vlera të pafund fare që mund t'i thrasi, mund t'i suportoj, dhe këtu kanë ardhur njerëz për shembull,
kanë ardhur njerëz tek pull që është bërë sebeb kryeministri. Ka pru disa ekspozita në kryeministri, po është një iniciativë gati e vogël personale që ati bravo i qoftë që e ka vogël. Unë vaj mend kur kam qenë në galerinë e arteve, unë kam hapur një ekspozitë të diasporës, me artistët të diasporës. Kjo mund të bëhet periodike, i janë 2 vjet, i janë 3 vjet, të mlidhen gjithë artistët. Unë majmen, atë që keni bëha pas në galerinë e arteve gjatë kohës, ju keni qenë dhe unë për fat kam qenë shumë i lidh ngusht me personin tuaj. Absolutisht, unë me ke marrë, ke vjell menime, do me thënë, kjo që thu sot, ka qenë e vjetër të këty, do me thënë, ti vjeli menimet njerëzve të cilët kanë bo një emër atje dhe kanë punu, dhe ke bo një ekspozit. Po inshallah duhet vazhdoj e punë, në pas që galeria po ndërtohet. Po bëhet e re, do bëhet muze, dhe. E do një person si ju, që të merreni dhe ta promovoni këtë punë, sepse kemi me të vërtet shumë piktorë, shumë artistë, dhe ato duhen thirrë. Nuk duhen thirrë vetëm për dhënë votat. Shumë, po në Gjermani, pse nuk organizoni ju që të bëni një ekspozitë përbashkët? Unë kam bo me një Gjelosh Gjoka. Gjelosh. Një Gjelosh Gjokën kam ekspozu 2 herë me te. Dhe në përgjithësi që është e vërteta, diaspora shqiptare nuk është në e diaspor që shurë për në e lidhje të madhe. Do me thënë se shofin hallin e vetë, kupton? Po në sensin privat kanë bo emër dhe kanë punu privatisht. Në këtë pikë qalon pak problemi i thirrjes dhe i atmosferës për të mbledhur me njëri tjetrin. Për shembull, unë kam një grup arkitektësh shqiptar dhe një pjesë në Luksemburg dhe një pjesë në Wuppertal në Gjermani, të cilët punojnë me mua. Ato kanë kërku të ketë një burr më të vjetër, si me thonë, me eksperienca, dhe i duhet një lalë në mes. Kështu që ajo puna që të kam tregu e funit e kanë blej ata. Se i duhet ajo punë. Është mirë të kemi mbledhje, po besoj të shqiptar. Ato janë arkitekt shumë të mirë. Është ky djali që ka bërë iniciativën është nga Durrësi, një Gerard Kola, një arkitekt që ka marrë gjermanët aty. Edhe kemi ai për studime aty dhe në ka bërë studimet dhe ne kemi krijuar një grup. Një pjesë në Luksemburg, një pjesë jemi në Gjermani dhe i bëjmë takime të rregullta. Janë arkitekt, piktor, se ne jemi i familje bashkë. Por unë do të urohesha që atë iniciativë që ke bëha pas, që more të gjithë artistët dhe ekspozove në galerinë si drejtor, unë menoj që e ke prap fuqinë që duhet ta bësh këtë punë, sepse ti je një kurator i shkëlqyeshëm, i ke dhënë artit shqiptar nimat të mëdha. Se i kemi lënë tash që ti bëjnë të tjerë, sepse një njeri nuk mund t'i bëjë gjitha, por unë kam marrë përsipër të bëj këtë gjë, këtë art, të cilën më përkupon që bashkimisht kem artistë, t'i promovojmë, t'i bëjmë. Ndërkohë, më lindi një pyetje kur po diskutoja që mirë ne nuk organizohemi dot. Po a mundeni ju të vini kur vini në Shqipëri, ta organizoni më mirë ardhen tuaj, për shembull që këtu të bëhet jo vetëm një intervistë me ardhart, por në akademia, të tregosh për akademinë atje ku jep mësim. Të vish bësh një leksion të hapur me studentët. A mund të bëhet kjo në mënyrë private, po tjetë organizuar? Absolutisht. Unë kam menu këtë punë dhe ideja është që unë kam hap një atelier në Elbasan. Atelieri do të ketë mësime vere me studentë gjerman, që do vinë dhe do të punojnë bashkë me studentët shqiptarë. Iniciativa ka qenë private, po me efekt edhe shtetëror, pse jo, dhe do vim të bëjmë dhe takime me studentët shqiptarë, qoftë dhe leksione, si konceptohet arti sot në botë, sepse shumë njerëz i morin informacione dhe nga elektronika, po do i filtre e punë dhe i do të tregu atyre se ç'është kjo punë. Se studentin nuk mund ta mori pa pas një filtr në mes. Dhe unë jam në këtë rrugë, edhe tash që dolem pension, kam dhe më tepër kohë që do punojmë inshallah bashkë, kështu e kemi lidhë punën, ne do punojmë shumë ngushtë bashkë, unë kam kohë, dhe kësa ideje do të japim kohë që të morim studenta vere në atelierin tim që kam atje, edhe të më hapish dyrët në institucionet shqiptare për të bëhe dhe analizë forme, për të bëhe dhe tregime, kuptën se çfarë është arti sot në periudhën e globalizmit, dhe si kërkohet dhe si tregtohet arti sot dhe si punohet sot. Unë do të pranoj këtë ftesë me shumë dëshirë. Shpesher unë kaloj tek ura tabakve. Dhe di atë historinë që ju keni kontribut të çmuar për ata. Mund të regoni si u lindi ajo
dëshirë që ura tabakve që ishte një katastrofë e nxorët në dritë. Të gjithë tiranësit e majnë men që kur kalojshë me kalu urën duhet mëllë që hunët për shkak sepse a ishe kryu në i gropë septike, ishte një tur për Tiranën, ajo ishte të cungu komplet mi rrugë që hypte urës të sipër, shkatëru nga i palat, do më thënë, aji monument ishte komplet shkatërim. Në momentin që unë kam inicu, asa po hiqin gurët. Ishte maro, ishte ndërtu i kiosk si për plenat. Një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm me cilin e kom dha këtë biset ka qenë kryeministi që është bosot, ishte kryetar bashkie. Pra ne kom arsye për ta përmend se pa atë nuk mund flitet për atë një, për shemin e lanës 2 po porrim ke ura. I them du me bë urën. Si do e bosh tha. Unë kam projektin, me qenë se po flasim, kemi marrë një vizatim që e kom paraqit. Dhe vizatimi është, të lexohet edhe, ky është projekti nga sipër, që është dalja në rrugën e Shënjergjit, edhe dalja në pazar, me 2 dalje ka pas në pazar të ri dhe ka pas ke rapi i tabakut. Dhe kjo është projekti i plot që është bë urës. Po, ura që një masi paraqita projekten ke kryetari i bashkisë, i cili na ka ndihmuar me të gjithë format, për ne thashë një krijues e kupton këtë punë. Asnjë person nuk është përfshirë në këtë projekt përveç se Edi Ramës, që na ka ndihmuar me të gjithë mundësitë. Domethënë dhe arritëm që ta shpëtojmë monumentin, ta qisim 18 metra që ishte i futun, dhe unë kam propozu pedonalen i pari, e di kryeministri. E kom mbyllë me idenë time komplet dhe aty nuk kaloj më njëri. Dhe hapëm, ura tabakve mas xhamisë të Mbeut është monumenti numër 2 në Tiranë. Dhe baba im ka kalu atje. Dhe kur është inauguru ura ka kalu baba im i pari, Hamidi, dhe me thënë se e në rrit aty. Aq ka qenë sa poshtë ka pas peshq. Po, në kohë që baba im mante men kapshin peshk poshtë ata. Ka qenë një lloj peshku që hate mushkonja dhe në krahun tjetër ka qenë tabakonia. Po, me qenë se u drejtu lana, erdhi këne, nuk vjen më kthesa dhe ne e bom me kaskad, e cila nuk është bo faza e dytë, që do bi uji aty. Që të shkonte ujtë, po, da. Në qoftë se kemi, si tush, mundësin, neve do të marrëm dhe situatën e dytë, konsolidimi monumentit dhe gërmimi hapësirat atit u konsolidun, ka met pjesa e dytë, që të botë edhe me katim në ujë? Dhe ujë, me pompa ujë, do bi në kaskadë, sepse presupozohet se lana vjet direkt nga dajti. Po me qenë se lana ka lokne, atëhere lana ka dollë mrapa palatit kur është drejtoria, kur ka dëshirë njeriu. Dhe ka djem patriot si vëllezrit Gani e Refik Halili, njerëzit ma patriot që na kanë ardhur, na kanë vendosur firmën e vetë në komët tona, se do të beton të modhë dhe shpenzime shumë të mdoja. Dhe me thënë, kur merë pjesë politika, kryetari bashkisë, Edi, kur merë pjesë dhe edhe biznesi, ndërtusit, dhe kur jam unë krijuesi që i kam bo, pyetëm dhe institutin e monumenteve i cili ka qenë gati inexistent në atë kohë, u prishin institucionet, por i është bërë supervizioni nën kujdesin e kryetarit bashkisë. Kjo është një si përmarrje, si theme, ose një ndim që i ke dhënë qytetit, dhe besoj që edhe me bisedën që kemi bo, edhe me ato që të kanë thonë, e mbajnë mend shumë mirë njerëzit që dhe të falenderojnë sa herë që takojnë me ty dhe bie muhabeti ose fjala për urën e tabakve. Ti ke edhe një vlerë tjetër për Tiranën që besoj që askush nuk e di. Ne dini, njohin politikanët edhe politikanët shpeshherë thonë e kom bo, unë e kom. Ti ke qenë që ke sjell mjetet nga Gjermania për pasu ndërtimet e palishme në lanë. Po. Në një bisedë, se jam taku shumë shpesh me kolegun tim, dhe kryetarin e bashkisë, se po i themi kolegun tim Edin, më prezantoi një ide për ta pru Tiranën në identitet. Dhe kom morë vesh ta se ke makinerit mëdhoja. Po, i thash i kam pru. Dhe shkum morën segmentin nga Shallvaret deri ke drejtoria e policisë. Për 36 ditë, 24 orë më ditë kene punu, kene shem 7.000 metra kub betone dhe kemi kthyr lanës faqen që ka se mate era amonjak.
Pra ne duhem përmend disa gjona sepse këtu bëhen sherrë të mëdha, kom pa, dhe nuk përmenden të mirat që bën njerëzit në dobi të vendit. Shikom, tregoj çik më gjatë për këtë sepse në atë kohë më merr edhe në telefon 12 notës, një notë, lale ku je, hajde se jena këtu, jena tu punu ke ky vend. Po. Si nisi, si rezistenca, kishte rezistenca? Pjesën zyrtare, do më thënë që i takon shtetit me bë, e kështë bë Edi. Pjesën e ekzekutimit e bëm ne. Shemin, ngarkimin, pastrimin, mjellin e barit dhe mjellin e pemëve. I kena bën e kretë. Gjithë fazën? Komplet. I kena 300 metra linear. 36 ditë. Prap kanë qenë vëllezërit Halili, që ju përgjigjen kryetarit bashkisë, se s'kishte mundësinë atjera ai, por kur njeri u merr një ide që ta kthejmë Tiranën në identitet, ti heqi merr në amonjakut, që babtorët e dini si ka qenë po Tirana, po për ne duhet të kthejmë një zakon. Për plasët që ndodhin këtë vend që unë shoh për kaq kohë sa rri, duhet jeni çik më mirënjoftje. Çai kanë bërë këto njerëz se metet vepra. Dhe unë për vete, duke mos qenë me asnjë pëlqim politik, me asnjë lloj partie në botë, di të çmoj vlera se vi nga vendi që çmon vlera. Dhe nofta jam nga ata njerëz si i them që ky çuni modh që qeveris vendin ka bërë më shumë se të gjithë bashkë, që mund t'i morim të gjithë bashkë. Po ma kthe në politik të shik të artë të merin në vend. Jo, nuk do ta kisha bërë unë këtë punë, në qoftë se s'do t'ishte hyqme atit. Ai ka ardhur për not atje. Po të vi njëri, ka pasion që të vi për not. Abas, nuk ka ardhur asnjë politikan në botë, asnjë deputet, asnjë njeri s'është shafruar aty përveç atij tek pull. Ka ardhur i Blendi se çka që një atje. I vetmi që ka ardhur, që nuk flen notën o ai. Le ta mori publiku si të ketë qef, unë do të them atë temë që kom temen. Ndaç ta gjykojnë politikisht, ndaç ta gjykojnë si të kenë qef. Ai ka ardhur me më thonë çfarë duhet më. Për not ka ardhur, që ka ardhur ti e ke pa. Tash unë shoh që këto vlera këtu vjen pikë pyetje. Që do të thotë që? Po që do të thotë që ne po se riparum që të njohim vlera. Po se riparum që të njohim zotënillikun dhe aftësinë e njerëzve, ne jemi me frena dore, jep motorit gaz arri me frena dore, ne djegëm motor, kështu siç punov ke ne. Unë jam për plasje, për opozit, po nuk jam për të vrarë një tjetër në këtë formë. Këtu ka dhe fjalor që unë s'du të hymë në këtë pikë se jemi në fushën e ardhit, po desha të them që ne duhet njohim vlera. Duhet t'i qëndrojmë njerëzve që i bartin këto vlera dhe shi që ai kanë bërë Tiranës ato. Si mund t'a boje o mos drite ai? Se boja do. Jo, e përmonda këtë sepse shumë njerëz nuk e dinë se kush është mbrapa atyre makinerive të rënda që ishin atë kohë, ishin që i vinin për herë të parë në Shqipëri dhe unë për fakt nga ekskavatorin mirë, nga se dhe kamionat me 3 akse, ato i kam pas për qef, sepse çdo njeri që i ka troti çik mangut në kuptim se ne kështu na thonë artistëve, po i mora për qef. Edhe janë këtu apo janë? I kemi këtu. Këtu i kemi, ja kemi dhënë njerëzve për t'i përdor, 2-3 kom në shtëpi me qef. Ata janë çudit si ble makineri ndërtimi një artist. Unë i kom ble, kemi shit punë. Vlerat e punëve atë janë ndryshe nga vlerat këtu. Nuk kanë lidhje me çmimet që boni ju këtu, nuk kanë lidhje fare. Nëse më pyes si shkojnë vlerat e çmimeve në Gjermani, nëse për exemplu kjo ekspozitë e Gurimallit, sa mund të kishte një vlerë të nominuar? Po aty vlerat që shiten, sa mund ta? Vlerat që shiten punët në Shqipëri janë për terrenin shqiptar. Janë vlerat vogla fare, aty vlerat kanë dimension tjetër. Ka dimension tjetër krejt, për këtë të garantoj. Nuk mund të sheten vlerat si lidhen, vlerat në Shqipëri janë shumë të vogla. Edhe ata që du në artin këtu, nuk e di, ajo më pak se njoft tregun më, po nuk e di. Po që kam në gjuhë që vlerat janë të vogla fare. Shiko, du të di këtë, si ndodh edukimi tek njerëzit, se unë këtë e kam pikë të dobët, edhe tek shkollat, edhe tek, ne nuk shohim shkolla, fëmijë, kopshe që të shkojnë për galerinë, për muze, për këto. Ata me sa kam qenë edhe në Gjermani dhe në Vjenë, unë sa herë që shkojnë në Vjenë, që edhe për me që kam dhe njerëz në Vjenë, shoh që gjithmonë në muze, kur hapen ekspozita, shoh fëmijë shkolla, si ulen atje dhe i flitet për artit. Unë kam punu në Fondenheit Muzeum,
që është nga muzeumet më qendror që ka zona Nordrhein-Westfales. Kam punu 4 vjetë. Muzeumet kanë programe të edukimit brezave. Dhe të gjithë shkollat kanë program që duhet vizitojnë muzeumin dhe muzeumi komentohet. Domethënë, ideja për artin, për ta promovuar artin, fillon në shkollë. Nuk e di si bëhet arsimi këtu, nuk e di, po që arti promovohet dhe aty krijohen koleksionistët. Kështu që ka lidhje kjo punë. Dhe dashamirësit e artit, Dashamirësit e artit, dhe njohësit e artit, dhe kritikët. Si kështu, e ta edukosh që i vogël. Patjetër. Desha të them i gjë që ne jemi i brez, pas që kemi pas dashni dhe kemi pas përkushtim për vendin tonë dhe na kamet deri në këtë çast që po flasim bashkë. Kjo ndjenjë do eduku dhe do çu përpara ka brezëri, sepse ka ardhur koha vetëm me telefona, kauçuku dhe kjo punë ka kriju probleme tjera, po dashuria për vendin është një nga gjonat më themeltare, është etika numër 1 që mund të ketë një familje. Kjo do të riparonte edhe këtë që folëm bashkë për të pas një publik më të kualifikuar për të dash artin dhe është fidanistja e këtënve koleksionistëve të arshëm. Këtu nuk e di në çfarë forme është, se kam ndjek më këtë punë. Sale, çfarë planësh, se po vim dhe në fund të emisionit, të kësaj intervista, që besoj që edhe për publikun ka interes, sepse pa mentalitetin dhe pa dashamirësinë e një njeriu që është larguar në vitin 90, por nuk kam lefin Jo, fare. Shumë, sepse shpeshherë hasim në njerëz të cilët vinë me mlefe, me kështu. Jo, fare. Mentaliteti tyre ka ngelur në vitet që kanë ikur dhe harrojnë që zhvillohet, shoqëria zhvillohet, Shqipëria ecën përpara. Çfarë mendon që diçka mund të bëjmë më shumë ne, domethënë? Shiko. Në art, gjithmonë. Shiko, gjithmonë në fushën e artit, unë kam menuar që atelieri që përmena do ketë funksion e një akademie verore, ku të kemi një suport për të pas një komunikim të ndërtojmë bashkë, jo thjesht individ, po të kemi një komunikim të me thënë me leksione. Dhe të kemi dhe një lëvizje andej edhe këtej. Kështu bëhen gjonat, nuk ka rrugë tjetër. Unë jam i menimit që duhet më tepër përkujdesje që artistët mos të pozojnë si artist, po të jenë artist tamam. Artistëve duhet të mësohet ajo pjesë që quhet në artizanat, se tjetëri mu deklaruar të artist. Kjo është fenomen në dhe në botë. Deklarohet tjetëri artist, por nuk është artist. Këtu duhet sqaru puna shumë mirë, me anë të shkollave, me anë të programeve, me anë të organizimit që duhet bëjmë neve, sepse ne si brez duhet të lejmë vlerat që janë ato hekrat e autostradës, si themi light plankën të tënve, që brezi duhet ta di se kjo punë bëhet në këtë mënyrë, me hapësinat që lejon sistemi demokratik. Por që ka shumë punë për të punu me filizat e artit tonë, qoftë nxënësit, qoftë studentët. Do organizim kjo punë. Unë këtë se njoh mirë, po di që këtu mungon pak kjo punë. Shiko, kur vjen, ke shku për në kinestudie, ke taku këto të kinestudios, të akademisë. Po kom nostalgji, kam shku në akademi, shof kinestudien, janë vizitat e mia që nuk kanë marrë në herë. I du ato kohë që, po kanë bën ndryshimet më dhe, kinestudie pothuajse se ekziston më. E kanë coptu, sepse ne kështu kemi qenë, për t'i da gjonat, nuk I du më mëdha. Kam një problem që është prish kontinuiteti, vazhdimësia, është dëmtu. Ky është një që të krijon problem, por nuk është se është prish totalisht, më kupton, ka kohë për të ndërhyrë. Ka 9 dome, po ka kohë për me. Ka dhe njerëz idealistë që përpiqen që të bëjnë diçka të mirë për këtë vend. Po neve kemi le me detyra në këtë jetë, edhe detyrat tona I shefa I Nolt, dhe ne duhet jemi konsekuent që t'i bëjmë detyrat Kashivenit. Kjo ka qenë edukata familjeve tona, dhe detyrimet tona janë detyrime fikse që t'i tregojmë brezit që vje, që ka dhe një lloj tradite e cila do majtë, se është rrezik në kohën e një globalizmi që traditat më njanohet, si që ka kuptu ca mrapç. Në fakt, neve në gjithë botën prezentojmë me vlerat autentike ndërkombëtare. Si ke vallet e Çamnistit, miku im Avas, janë perlat më të mëdha, që ata komshit jugori I pjesë kanë qef me deklaruar të vetat.
Si i ke perlet tjere që i kemi në Kosovë, se jemi kombi molli, dam në 5 pjesë, a kupton? Ne ato e vlera që në njofin atje. Ne nuk bëjmë as Mercedes, ne kemi folklor. Kemi dhe det, kemi dhe prodhime, nuk hajmë keq, edhe atë se kemi keq, për këtë ka nevoj bota për ne. Një amanet fundit që ose ke ose në një si temi këshill të fundit, që mund të ndryshohet si mbas perceptimit tuaj, si një tashmë prej 30 sa vjetësh në Gjermani? Po unë kam një gjë, sepse edhe atje kur shifen drejtimet politike që i bëhet në Gjermani, ka diskutime, po ka një kulturë tjetër ata. Mungojnë fjalët fyse, mungojnë atakimet private, mungojnë përgojimet, po ka i burni në i tavolin që thutë, programi jotë mund të bëhet kështu ose kujteti. Kjo në Shqipëni e shoh me shumë kritik se këtu ka një zhurmë shumë të madhe, domethënë e cila nuk është normale, e cila pengon venin. Qofse disa e menojnë që me animu venin, kjo lloj konflikti duhet ulet dhe duhet merren vesh njerëzit për të ecë veni përpara. Mendoj unë. Ky është çelësi që vendi duhet të qetësohet pak dhe të eci përpara. Kurse në krahun e artit, menimën tuaj dhe të pak miqve që ke ti Abas, duhet të angazhohemi që unë kam dalë në pension, do kem shumë më tepër kohë për të punu bashkë. Unë jam gati, domethënë, që t'jap prapë në mesën time, se është veni im dhe dalje në pension tregoj që na kanë met pak poza. Kështu që këto poza që na kanë met, ti shfrytëzojmë, domethënë t'i japim venit një nim që ne na takon për t'ia dhënë, si më thon, dhe duhet ta bëjmë me konsekuencë deri në fund fare këtë punë. Sa le erdhëm në fund, unë të falenderoj që arrit e prishmëritë e mia, sepse unë doja të bëja një intervistë jo ex katedra, po thjesht me një njeri që është një tiranës i vjetër, që trashëgon një histori familjare, por që ka dhe një eksperiencë perëndimore, sepse ka jetuar gjysmën e jetës, se ka jetuar jashtë në Gjermani, një artist që e do vendin e vet, që e do trashëgimin, e do kulturën e këtij vendi dhe ka përkupimin dhe tashmë që ka dalë në pension, do të ngrejë diçka në dobi të artit, të formimit dhe të edukimit të njerëzve me art në këtë vend. Faleminderit. Faleminderit shumë që pata rastin për të ne të bashkë.